shqyera të djemve. Nuk e besoj. Mjafton që të pyesësh Taron për të ditur shijet e tyre. Por Taroja është profesor muzike, që të jemi të sigurt duhet të pyesim një surfist. Ke të drejtë. Dëgjoj Kosuke, nesër shoqja ime do të bëj një piknik në plazh, por nuk e di se çfarë të gatuaj. Më thuaj pak, çfarë do doje ti? Unë nuk kam probleme, nuk ka pse të shqetësohesh. Do t'i ha me qejf të gjitha gjërat që do të më gatuash. Do të provoj të konsultohem edhe me Taron, nuk i dihet kur. Shikoni website-in Nese po e ndihni direkt këtë film serial me Shqiptinema, sepse faqet tjera vetëm vjedhin filma dhe serialet tona dublin me shqip. Mirë, të rrëfej se mezi pres të provoj ushqimet e tua. Mirupafshim. Por unë... Oh, jo, po si ti them që dreka nuk është për të... Po tani si do t'ja bëj? Të marrë të mira. Ç'kemi, si je kampion? Ke ndonjë vështirësi ndoshta? Jo, gjithçka është nën kontroll. Po ti je përshtatur ndo pak. Pak a shumë. Vendi është i ri, por do të mësohem. Nuk kam ndërmend të humbas nesër, shumë adhuruese presin nga unë. Imagjinoj që pak më parë takova një vajzë që më premtoi se do të më ushqente para gare. E sjellshme, ë? Menuja e nesërme parashikon supë me perime të stinës për t'i dhënë Kajtus gjithë energjinë e nevojshme. Pastaj kemi pulë të pjekur, vezë të ziera të mbushura, sanduiç të ndryshëm, kroketa orizi, hamburger dhe korpudha të skuqura. Sipas jush, çfarë duhet të shtoj tjetër? Shiko, Lucia, një person do të ushqesh, jo një skuadër. Po ti haj gjitha të gjëra, duhet të gjej një tavolinë të re surfi për peshat e rënda. Ju mendoni se po e teproj pak? Pak the, ti se ke sensin e masës. Mos haro që Kajto është një djalosh dhe jo një bale ndeti. Këtë e di, por dua që të bëj figurë të mirë, dua që Kajto të jeti kënaqur me